Kaluan një muaj që kur Orce Gjorgjevski u bë kryetari i shtetit të Shkupit, ndërsa ende nuk ka marrëveshje me Vlenin për ndarjen e drejtorive që janë nën ombrellën e këtij institucioni. Derisa negociatat po zvarriten, Gjorgjevski veç më po emëron drejtues në përndërmarrjet publike dhe asnjëri prej tyre nuk është nga radhët e Vlen. Deri tani, pa ushtrues detyre prej ndërmarrjeve të rëndësishme, ka mbetur vetëm ndërmarrja publike, parqe dhe gjelbrime. Por nga Vlen thonë se emërimet e deritanishme nuk janë përfundimtare, por vetëm ushtrues detyre. Jo, kurse si, do me thonë emërime që kanë ndodhur deri tash janë vetëm emërime si ushtrues detyre, dhe momentin që do të ketë një marrëveshje politike mes koalicionit Vlen dhe VMRO-s, emrat të cilët do t'i propozoj koalicioni Vlen që i kanë takuar sipas marrëveshjes do t'i zënë vendet e tyre në për ato ndërmarrjet. Por pse po zvarriten kaq shumë negociatat dhe a ka mos pajtime për ndarjen e drejtorive? Po arsyet e ndoshta zvarritjes tillë për emërime të caktuara janë për shkak se jemi duke tentuar që të tregojmë të kujdesshëm që shqiptarët e qytetit Shkupit të kenë një përfaqësim sa më të mirë dhe për këtë arsye nuk po ngutemi edhe me emërime, po dëshirojmë që të kemi një marrëveshje sa më të mirë, që të kemi pastaj një përfaqësim sa më dinjitoz, mos na përsëriten problemet të cilët kanë qenë prezente gjatë 4 viteve të kaluara. Qyteti i Shkupit deri tani ka emëruar ushtrues detyre në ndërmarrjen publike ujësjellësi dhe kanalizimi, higjiena komunale, rrugë dhe rrugica, ndërmarrja për qarkullim publik, drislla dhe parkingu i qytetit.